është kënaqësi edhe privilegji madh që ne të dy të jemi këtu milishtyrësh. Edhe gjithmonë të ndjemi atë misardhjen të ngrohtë, sikur që jemi në shtëpia jonë. Prandaj, sot e kem ardhur edhe me privilegj për të ndaj edhe fjalën e Zotit me ju. Edhe besoj që do kemi edhe tekstin brapa meja. Do të sillet edhe një mesazh nga Titi, kapitull 3, vargu 1 deri në 3. Në gëdinë të qoftë se përbuthe, fjalë për fjalë, mirë. U kujtoj atyre që të nënshtrohen pushtetarëve dhe autoriteteve, të jenë të bindur, gati për çdo vepër të mirë. Të mos flasin keq për asnjëri, të jenë paqësorë dhe të butë, duke treguar mirësjellje të madhe kundrejt të gjithë njerëzve. Sepse edhe ne dikur ishim të pamend, rebel, endësak, robe të lakmive të ndryshme dhe të qepur, duke jetuar në ligësi dhe në smije, të rrë dhe duke rrë njeri tjetrin. Por kur u shfaq mirësia e Perëndis, shpëtimtarin ton, dhe dashuria e tij për njerëzit, ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejtë që ne bëm, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripëtëritjes së frymës së shenjtë, të cilën e derdhi mbi bushëlli mbi ne, me anë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton, që ne të shfaqsuar me anë të hirit të tij, të bëhemi trashëgimtar të jetës së përjetshme, sipas shpresës që kemi. Kjo fjalë është e sigurt, dhe dua që ti të pohosh me forcë këto gjëra, që ata që kanë besuar në Perëndin të kujdesen për të kryer vepra të mira. Këto gjëra janë të mira dhe të dobishme për njerëzit. Sa shpesh vendosim ne besimin ton në shprehje që të dëgjojmë çdo ditë dhe ndjekim këshillit e tyre. Si kupton ti që janë të mirë, të besueshme dhe të vlefshme për ty dhe të tjerë? Po për kështimi yt, çfarë je duke ndjekur ti? Kujt mendon ti që mund t'i besosh me gjithë zemër? Kur Jezusi tha dishepërit e tij, më ndiq mua, a ke kuptuar çfarë do të thotë kjo edhe për ty? Ka shumë të krishterë që s'kuptojnë qartësisht që të jesh një besimtar i Krishtit, do të thotë që duhet të ndjekësh atë. Krishtërimi s'është vetëm një fe ku vendosim besimin ton, po është stili i jetës së përditshme, një jetë e shenjtë, dhe ne na duhet të trajnojmë veten ton të jetojmë në të. Shumica prej nesh kuptojnë se si jemi shpëtuar dhe nga shpëtohemi, do me thënë nga vdekja, nga mëkati, satanaj dhe feri. Po pyetja është, a kemi të qartë për çfarë jemi shpëtuar? Prandaj le të konsiderojmë këto gjëra nga pasazhi yt.
sot. Ja, aty janë, prandaj nuk do të lexoj të gjitha, po ju mund të lexoni vetë si do të ndajun edhe pasazhin. Under raad te passie natuurlijk hier in de praktijk. En ga waarom neer de duw. De duw wajib palis begon se si te kuptoim ni mardania me onjilin de neer het brende de jastkisjes. Hij ben krasin en de letter minus besuurs te pa af en dan je poen te meer, de met besintar te betek te zelschum beweppen te meer. Zel, Maria eture, buron en gai hiri, isotit, en dai ture, ne permet spagimit te plot de Christi, pata ne cruci. Celimi cruci, nuk ka qenë vetëm që një person të gjej faljen e mëkateve të tyre, por nëpërmjet rigjenerimit shpirtëror të jenë të rilindur në qëndrimin e mendjes të zemrës së tyre, duke përgatitur ata të jenë të përkushtuar ndaj Zotit, duke shëruar atij me vepra të mirë tani dhe për jetë. Pali fillon me një mesazh urgjent. Në vargjet 1 dhe 2, ai drejtohet Titit që duhet të kujtoj besimtarët, jo vetëm ndaj gjërave që përkasin shpëtimet e tyre personal, por si qytetar të qiellit që duhet të ndjekin udhëzimet që përkasin jetës praktik. Sa lehtë që zhduken gjëra të tillë nga mendja jonë. Nevoja jonë është të jemi rikujtuar vazhdimisht si të jetojmë me perëndishmëri. Kryesisht, Pali jep udhërim ndaj 3 fushë të jetës. Së pari, përgjigjeni siç duhet ndaj marrëdhënies tonë me ata që na udhëheqin dhe kanë autoritet mbi ne. Së dyti, jeto me mendësinë e duhur sipas mësimeve doktrinale. Së treti, jeto dhe vepro me drejtësi dhe mirësirje në marrëdhënien tonë ndaj të tjerëve. Po kjo, a është vërtet për ne? Për shembull, po ne nënshtrohemi vullnetarisht ndaj ligjit? Thirrja jonë si besimtar është të jemi të respektueshëm dhe të mirësjellshëm nga çdo personi. Po ti, po flet mirë rreth të tjerëve dhe bën vepra të mira ndaj tyre? Këto janë disa vepra të mira që mund të përkushtoheni të bëni, vepra që sjell kënaqësi dhe lavdi ndaj Zotit. Pyet veten, a jam I gatshëm për të bërë çdo lloj vepre të mirë? A flas unë me gojë të keq ndaj të tjerëve? A jam unë I grinshëm, apo I butë dhe I mirësjellshëm ndaj të tjerëve? Vargjet 3 deri 7, Pali flet për transformimin nga tra ishe ti dikur tek tra jetani si besimtar I Krishtit. Prandaj, radhë të dytë,
si ishim ne pa hirin e Zotit në ne, vargu 3. Edhe ne dikur ishim të pamën, rebel, ndërsak robët e lakmive të ndryshme dhe të qefive, duke jetuar në ligësi dhe në smir, të yrë dhe duke urrë njeri tjetrin. Motivimi dhe burimi I pallit për çdo vepër të mirë që bëri, ishte themeluar në hirin e Zotit shpëtues në Krishtin Jezus. Hiri I Zotit e forconte atë për çdo sfidë që kalonte, dhe vënte që të kuptonte kush ishte dikur, dhe kush është tani në Krisht. Sot mund të jesh I krishter, ose mund të mos jesh I shpëtuar. Nuk e di. Nëse je ndjekës I Krishtit, mirë që jemi rikujtuar çfarë ishim ne dhe si jetuam për vetën para se të takoheshim me Krishtin e gjallë. Kjo do të na ndihmojë të trajtojmë të tjerët me hir, mëshirë dhe dëmshmëri. Vargu 3 na përshkruan 7 karakteristike tipik për jo besimtar para se të pranonin hirin e Zotit shpëtues në Krishtin Jezus. Le të shikojmë me radhë si ishim ne. Së pari, ishim të malë, duke mohuar drejtësinë e Zotit, të domosdoshme për ne, rrezikuan që zemrat tona të errësohen. Së dyti, ishim të pabindur. Mendimi I nënshkrimit ndaj Zotit shkaktoi rebelim në ne. Së treti, ishim të mashtruar, duke menduar që mund të pajtoheshim me Perëndin përmes veprave tona të mira. Së katërti, ishim skllav ndaj fuqisë së mëkatit, që I dha formë jetës sonë në padrejtësi dhe që rezultoi në një qëndrim dhe stil jetë të degraduar. Së pesti, ishim keqdasës, egoist, duke dëshiruar fort vetëm rrugën tonë të jetës. Nëse dikush na kundërshtoi apo na pengoi, do shpendanim thashë them ndaj tyre që ne të dukeshin mirë dhe ata të dukeshin keq. Së gjashti, ishim lakmues. Unë dua atë që ke ti, dua unë. Lakmia mbyll kënaqësinë me aftëshmërinë ndaj aq sa ke. Edhe së stati, ishim retës ndaj njeri tjetrit. Duke lejuar një rënie të hidhërime të rritej në zemrat tona, për shkak se dikush foli apo bëri diçka të keqe ndaj teje, është krejt e kundërta e një jetë të krishterë. Krejt e kundërta. A je gati të falësh dhe të zgjatësh dorën me hir, dorën tënde, duke dhënë atyre gjëra që nuk meritojnë. Nëse jeni jo besimtar, vendimi I Zotit ndaj teje është absolutisht I vërtetë.
Ti ke nevojë për drejtësinë dhe shpëtimin jetë ndryshues të Jezusit. A pranon vendimin e Zotit? Jo të gjeti. Pranon vendimin e Zotit ndaj teje? Standardi I mirësit për shumë vetë buron nga vetë kuptimi I tyre ndaj jetës. Besojnë që Zoti do pranoj atë si që janë, pa nevojë për ndryshim të stilit të jetës e tyre. Zgjidhja për mua dhe ty është të kuptojmë dhe pranojmë gjendjen tonë me këtar dhe nevojën tonë për hirën e Zotit të na ndryshoj jetën siç dëshiron ai. Nëse je krishter, a kupton se sa me këtar ishe ti? Dhe çfarë ka bërë Zoti për ty në sakrificën e Jezusit? Nëse je akoma jo besimtar, si mund të kuptosh se hiri I Zotit është dëmfalës të ndryshoj stilin e jetës suaj dhe të ndryshoj fatin tënd përfundimtar. Tani në radhën e tretë, do marrim konsiderat avukatën e stat, si hiri I Zotit vepron në favorin tonë. Transformimi nga çfarë ishim, nga një sklav ndaj pasioneve dhe epsheve të jetës, tek atë që mund të jemi tani, kur me kurës nuk bëhet me fuqinë njerëzore. Në vargu 47 shikojmë motivimi, mjeti dhe metodet e shpëtimit tonë. Po kur u shfaq mirësia e Perëndis, shpëtimtarit tonë dhe dashuria e Tij për njerëzit, ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejtë që ne bëmë, po sipas mëshirës së Tij, me anë të lirjes, me anë të larjes, së rilindjes dhe të ripërditjes së frymës së shenjtë, të cilën e derdhi me mbushëlli mbi ne, me anë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit tonë, që ne të shfaqsohem me anë të hirit të Tij, të bëhemi trashëgimtar të jetës së përjetshme, sipas shpresës që kemi. Motivimi për shpëtimin tonë buron bujërisht në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit, që nuk na jep atë që meritojmë. Hiri I Zotit na ndryshon dhe na mundëson të qëndrojmë në kontrast të qartë ndaj natyrës jo besimtare të përshkruar në vargu 3. Zoti, shpirtuesi na u shfaq ne në personin e Krishtit dhe birit të Tij. I vetë një mënyrë që mund të jemi të deklaruar, të drejtë dhe të shpëtuar, dhe jo të konsumuar, është në për hirit e Zotit. Hiri I Zotit të mrekullueshëm na ndryshon të ngjajmë më shumë Krishtit dhe siguron pranimin tonë në sytë e Zotit. Vargu 6, po 56 në fakt shikojmë mjeti e shpëtimit. Mjeti I shpëtimit nuk sigurohet nga veprat e mirë që bënim ne, por nga besimi ynë
personal dhe jetën, shërbesën dhe vdekjen vullnetar të Krishtit në kryqin e Kalvarit. Mos jeni rrezik të mendosh se s'ke për të bërë ndonjë gjë tani që je shpëtuar. Në fillim të mesazhit shikuam se jemi shpëtuar nga diçka të vjetër, të jetojmë një jetë të re, të përkushtuar për të bërë vepra të mira. Po, patjetër ka vepra të mira që të bëjmë ne të gjithë, pavarësisht kush jemi ne, mund të bëjmë edhe duhet të bëjmë vepra të mira. Po metoda e shpëtimit tonë. Një person i vdekur në mëkat s'mund të bëjë vepra të mirë të drejta për të kënaqur Zotin. Nuk mundet, përveç se nëse është rilindur me një natyrë dhe frymë të re. Kjo bëron vetëm prej hirit dhe mëshirës së Zotit, nëpërmjet larjes, rigjenerimin, rinovimin nga fryma e shenjtë. Hiri i Zotit na është dhënë bujarisht përmes Krishtit, frymës së Tij, duke na siguruar një burim ujë të gjallë. Zoti vepron dhe ne rreziktimin e mendjes dhe zemrave tona, duke derdhur në ne jetën e Krishtit përmes frymës së Tij të shenjtë. Në fillim të kohës, Zoti krijoi njerëzimin në shëmbëlesën e Tij dhe marrëdhënia e tyre ishte mrekullueshme. Por kuptohet se mëkati hyri në botë përmes mosbindjes së një njeri, Adami. Që nga të ditë të rënies, ne të gjithë kemi qenë nën pushtetit e mëkatit. U hum ajo marrëdhënia e mirë, dhe vetmi që mund të anulojë atë fuqinë e mëkatit dhe pajtoi njerëzit me Zotin ishte Jezusi, Shpëtitari ynë. I vetmi mënyrë që mund të kapësojmë fuqinë e mëkatit ndaj nesh është përmes një larje të binatyrshme me jetën e Krishtit dhe zemrën tonë. Por vargu 7 shikojmë edhe statusi ynë pas shpëtimit. Besimtar tani je sfajsuar prej hiri i Zotit dhe bërë trashëgimtar për jetën e përjetshme. Dikur ishe i vdekur dhe duke marrë pagën e mëkatit. Tani ke jetën e re dhe një qëllim të ri të jetës. Hiri i Zotit hapi rrugën për ty dhe mua të jemi falur dhe drejtësuar në sytë e Tij, të shërbejmë dhe ndërrojmë emrin e Tij përmes një përkushtimi ndaj veprave të mira të krishterë. Po më shumë se kaq. Kemi një shpresë të gjallë në Krishtin dhe jeta e Tij të përjetshme është shpërblimi ynë. Është qartë se shpëtimi nuk na erdhi përmes veprave tona të mira. Përkundërzi, Zoti nuk pa asnjë gjë të mirë në ne, që të meritojmë shpëtimin nga zemra i Tij ndaj dekimit të mëkatit në jetën tonë. Në mosbesim, të gjithë mundimet dhe veprat tona të mira që bënin ne janë si leckë të
pis në sytë e Zotit. Përmes tyre nuk mundeshim të spëtonim vetën tonë nga dënimi dhe ndëshkimi i Zotit ndaj mëkatit që meriton drejtësisht. Nevojitet rëzgjim frymëror që ne të kënaqim Zotin me vepra të mira. A je rilindur? A ka ndonjë dyshim të dukshëm brenda teje? A kupton që ke nevojë për Krishtin i vetmi që të sjellë jetën e re në ty? Jeta jote a mbështetet në veprat e tua apo në veprat e Krishtit në kryq? Nëse je rilindur, a je duke ngazeluar në këtë shpëtim të madh? Nëse nuk je rilindur, çfarë të pengon ty të besosh veprën e shpëtimit të Jezusit dhe të vishesh me drejtësinë e Zotit dhe hyrjen e tij falës në shpëtim? Tani në radhë të katërt, të lexoj vargu 8. Kjo fjalë është sigur dhe dua që ti të pohosh me forcë këto gjëra, që ata që kanë besuar në Perëndin të kujdesen për të kryer vepra të mira. Këto gjëra janë të mira dhe të dobishme për njerëzit. Përgjigje jonë ndaj mirësisë, dashurisë dhe mëshirës së Zotit duhet të bërojë nga ne me angazhim të plot ndaj qëllimit të Krishtit dhe një përkushtim ndaj veprave të mira. Nga përvoja personale, pali dinte nga rrithte burimi i shpëtimit, dhe besoj që veprat dhe fjalët e Krishtit janë plotësisht të besueshme dhe të pranueshme. Ai udhëron ata që pranojnë çfarë bëri Perëndia për ta në Krishtin, të jenë të përkushtuar të bëjnë vepra të mira ndaj gjithë të tjerëve. Kjo nuk ndodh brenda ditës, as brenda një kohë të shkurtër, por gjatë gjithë jetës sonë. Këtu nevojitet planifikimi i mirë dhe angazhimi plot personal. Po ti, a je ti aq i zënë që neglizhon të bësh gjëra të mira dhe të drejta? Ti di. Veprat e mira duhet të bërojnë nga ne natyrshëm, nga besimi dhe shpëtimi ju. Jo nga mendimi se ne veprojmë të meritojmë favorin e Zotit për shpëtim. Perëndia është totalisht i angazhuar të shpëtojë një popull, të shërbejë atij me shenjtëri. Nëse jemi angazhuar sinqerisht ndaj atij, ne do të angazhohemi ndaj veprave që ai ka përgatitur më parë për ne të bëjmë. Mësimet e rënë janë bosh, marrëzia dhe të pavlerë, kurse doktrina e shëndosh dhe veprat të mirë janë shenjë të mirë për një besimtar të sinqert dhe janë të dobishme për çdo njeri. Shpëtimi besues i bën besimtarin të frytshëm në shërbesën e Zotit. Nëse ke shjuar hyrjen e Zotit në kryq,
do të jesh person ndryshe se ishe ti dikur. Ti nuk mund të pranosh Herin e Zotit, dhuratën e ti, jetën e përjetshme, përmes faljes së mëkateve dhe pastrimit të plot në gjakun e Krishtit, dhe të jetosh në mënyrën e jetës së vjetër. Pa ndryshim në jetën tënde, ka pikpyetje nëse je shpëtuar në të kaluarën apo të tashmen. Dhe Kristimi ndaj veprave të mirë dëshmon për shpëtimin tënd shumë qartë. Doktrina e Krishterë na mëson se si të jetojmë një jetë të shenjtë sot e tutje. Jo më në jetën e vjetër, duke përmbushur dëshirën e natyrës së vjetër mëkatare. Plani i Zotit është të shpëtoj ty nga fuqi e mëkatit dhe të pajtoj përfundimisht me atë dhe të birësoj ty në familjen e ti si familjen e ti. Nëse je besimtar i vërtet, sot je duke provuar shpëtimin e ti të kaluar të tanishëm dhe do të shijosh atë edhe në të ardhmen, ku Krishti kthehet së dyti për kishën. Lusën e ti të jetë së bashku në lavdin e ti të përjetshëm. Si një krishter, je shpëtuar nga dëshkimi i mëkateve dhe në vazhdimsi nga fuqia e mëkatit. Një ditë, kur të plotësohet plani i Zotit, i shpëgimit dhe shpëtimit, besimtar, nga zëllohu që do të jesh me Krishtin, përfundimisht i lirë nga fuqia e mëkatit dhe pasojat e tij. O besimtar, në dritën e hirit falës të Zotit ndaj teje, njeriu i vjetër ka vdekur, rindur një krijesë e re, ringjallur me jetën e Krishtit brenda teje. Ke identitet të rinë e Jezusit dhe stil jetë të re për të ndjekur. Prandaj, le të mos vrojnë më sipas mishit, por me anë të frymës i bëjmë të vdesin veprat e trupit toksor dhe epshët që dikur ndoqën. Ndajme të tjerët hirin e Zotit të mrekullueshëm, bazuar mbi vepra çlirues të Krishtit. Je krijuar në shërbëlimin e Zotit të shfaqësh karakterin e tij, mirësinë, perëndishmërinë, mëshirën dhe dashurinë e tij. Shko në emrin e tij dhe shfaq dashurinë e Krishtit në ty. I përkushtuar ndaj veprave të mira, si stili i jetës tënde të re. Zoti jeton në ty përmes frymës së tij të shenjtë. Mos e shuaj frymën e Krishtit që të drejton ty në vepra të mira. Nënshtrohu udhëheqjes së ti tek gjërat që mund të bësh të ndërosh Zotin. A je ti i zellshëm dhe i gatshëm të bësh vepra të mirë që Zoti ka përgatitur më parë për ty të bësh? Apo akoma mohon dhe nuk pranon thirrjen dhe drejtimin e tij në shërbes?
para se të konkludoj, unë duhet të lexoj nga Titi, kapitull 2, vargu 14. Në shfaq? Jezu Krisht dha vetëm për ne, për të na shpenguar nga çdo paudhësi dhe të pastruar për vetë një popull të veçantë, të zgjashëm në vepra të mira. Kjo na tregon shumë qartë qëllimi e shpëtimit për ne të gjithë, pavarësisht kush jemi ne. Andaj në konkluzion, zbatoje doktrinën e shëndosh në jetën tënde. Trajno veten tënde në perëndishmëri që është me vlerë të madhe dhe lëvëdishme për çdo njeri. Jini model i perëndishëm me sjellje të drejtë. I nënshtruar qoftë udhëheqjes së Krishtit apo ligjit dhe autoriteteve qeveritare. Zbato faljen, mëshirën dhe hirin e ndaj qeqerëve në të njëjtën mas të plotë që ti dëshiron nga Perëndia. I përkushtuar pa i vepra të mirë, duke tepruar në mëshirë, mirësi, dëmshmëri dhe hir ndaj qeqerëve. Ndaj me qeqerët, që bëj Krishti të shpengoj shpirtin tënd nga një jetë të humbur për gjithnjë. Trego qeqerëve se si të sigurojnë për veten e tyre jetë të përjetshme dhe gëzim të përjetshëm me Jezusin në lavdin e Tij. Si ndjekës i Krishtit, vepro në mënyrë të tillë që vetë tonë, që besimi yt është i sinqert. Dhe nga Romakëve 12 do të lexojmë vargun 9 deri në 11. Urreni të keqen dhe ngjiteni pas së mirës. Duheni njeri tjetrin me dashuri dhe lavdëror. Në nderim, tregoni kujdes njeri me tjetrin. Mos u tregoni të petuar në zel. Jeni të zanë në zjat në frymë, shërbeni Perëndisë. Kjo nga Zoti për ditë, vepra të mirë që mund të vesh, duke shërbyer atij derisa të kthehet Krishti për së dyti. Apo derisa dita jote e fundit toksor vjen për ty dhe hyn në jetën dhe fatin tënd të përjetshëm. Pyetja e fundit dhe secilin prej jush është: e je duke vepruar me vepra të mirë ndaj qeqerëve? E fundit, pyetja e fundit është: përfundimi i jetës për ty, ku do të jetë? Po bashkë me Zotin, unë oferë.